bën sikur se di. Se kështu ta do partia. Lëre më atë parti, lëre. Lëre atë parti se ajo parti të bën edhe qesharak, e kupton? Shife se çfarë të detyron të flasësh. Të detyron të flasësh marrina. Ram pas ke lindur me këmish, të gjithë spionët, tradhtarët, gënjeshtarët, i ke kundërshtar, ec përpara. Tajar Osmanaj. Emër Tajar. Këmisha është si t'ja presësh vetes. Bravo, bravo, gjumë popullin këtë muaj që ka ngel para zgjedhjeve se ne harrojmë hallet kur afron fushata, barkun plot, mirëqenia lart fare se di po si na duken politikanët sa të vështirë, mo burr që ndrojnë i popullit pas gjithë mandatin, po ti kur më ke parë mua që në 12 vjet nuk i kam qëndruar popullit mbrapa, kur? Po ja ku i ke se e ke këtu e ke, këtu ku më shef, e ke gjithë historikun e qëndrimit tim me popullin para mbrapa. Hape, shife. Asgjë ndryshe nuk po bëj unë tashti që është fushat. Asnjë gjë. Zero. Asgjë ndryshe. Fare. Të njëjtën gjë çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, po pse flisnim shumë? Ç'është kjo më bë? Ulet çmimin për metër katror në Tiranë. Po si e ulun çmimin për metër katror në Tiranë, ku çmimi për metër katror në Tiranë në gjithë botën e lirë është çmim tregu mërzotni. Si e ulun çmimin. Ndërkohë që po, ne kemi e di sa shtëpi, sa apartamente kemi ndërtu nga e para, kemi rindërtu apo kemi rigjeneru. E di sa dyer janë hapur dhe familjet kanë hyrë në shtëpi o të reja fare, o të rindërtume, pra të riparume, ose të rigjeneruara me sistem kursimi energjetik e tjerë disa. 35.000, e beson do të ti? 35.000 dyer janë hapur. 35.000 qelsa janë rrotullu për të hyrë në një shtëpi ku me shpenzimet e shtetit kanë përfituar familjet. Dhe kemi një program për 50.000 dyer deri në 2030, që ta dish. Përsëri, krejt të reja, të riparuara apo të rigjeneruara me gjithë sistemin e eficiencës energjetike, pra me konsum energjetik shumë më të ulët. Vazhdo me patronazhistët të ti. Dikur njëri tha, ore këta nuk janë socialistë, janë specialistë, që do me thonë nuk e kanë mendjet e popullit, por si ta maksimizojnë votën me hile, po mendoj se ka drejtë e lodhur, shumë e vjetër, shumë. Sa e lodhur është kjo shprehje. Pse se pyet veten njëherë pse, ke hyrë në majt piramidës, ke harruar vuajtjet e tua si qytetare, ke bërë akoma më të vështirë jetën, përpiqet kujtohesh. Unë zgjuar jam para teje dhe mbas teje, që ta dish, se kështu ma do puna. Tani unë nuk di që të them, unë di faktet dhe unë di ku është Shqipëria sot edhe ku e shohin të tjerët Shqipërinë sot. Ata që nuk duan, s'kan për ta parë. Kush nuk do të shohë e përsëris është më i verbër se ai që ka probleme me shikimin. Kush nuk do të dëgjoj është më i shurdhët se ai që ka probleme me dëgjimin. Sa mandate vetëm SMS-t patronazhistëve po lexon pa zotin, po këtu nuk unë po kërkoj dhe po lexoj vetëm kush thot fjalën e fundit e kush thot fjalët më të hirta si SMS patronazhist. Po patronazhistët nuk bëjnë njerë SMS. Patronazhistët nuk janë këtu fare. Patronazhistët janë duke të gjymu ty nga mbrapa se ku je. Janë duke kuptuar se ku je ti. Nuk e kanë fare patronazhistët detyrë të rrinë këtu e të bëjnë SMS-ra, e kupton?
Patronazhistët janë në punë, janë në teren. Qa të them? Po me Lulin kur e keni lënë për foto se pyet një shoku im në diasporë. E do me kështu autograf të përbashkët shoku në diasporë. Për foto nuk e di se fizikisht nuk puqemi, po zemrën e kemi të lidhur. Jemi të lidhur me zemrën, kurse kështu fizikisht nuk puqemi me njëri tjetër. Po vetëm se nuk jemi larg syve, larg zemrës. Jemi larg syve edhe sytë në zemër. Po në Iraklio kur do vish është kryeqyteti i Kretës, në datën 29 jam në Kretë. Takimin e kanë caktuar në Hania. Nuk e di fare ku është, po kështu më kanë thënë dhe kështu edhe nuk e dia shqiptova tamam madje, dhe kështu do bëj. Do vi atje ku më kanë caktuar. O shoku, po ku e keti gjithë këtë besim se do futemi në BE? Kjo është pyetje me vend dhe pyetje shumë e mirë. E kam gjithë këtë besim sepse për këtë më keni zgjedhur dhe për këtë më paguani që të di arsyet pse e kam besimin. Dhe arsyet pse e kam këtë besim janë ato që mund t'i shohësh edhe ti. Është një situatë e re për Europën. Europa kërkon të zgjerohet.